Bashkia e Pogradecit shprehet e angazhuar për të ndalur prerjen e paligjshme të pyjeve dhe goditjen e elementëve, të cilët për arsye përfitimi dëmtojnë pyjet në zonën e Mokrës dhe Gorës. Së fundmi ky institucion ka bërë një riorganizim të punës, duke krijuar Agjencinë e Mbrojtjes së Territorit, ku një fokus i veçantë është vendosur tek parandalimi i prerjes së pyjeve. Ne si agjenci kemi marrë të gjitha masat për parandalimin e prerjes të paligjshme drejtësore. Konkretisht jemi fokusuar në pjesën malore të zonës. Gjatë kësaj periudhe nga krijimi i agjencisë kemi parandaluar 3 mjete, kemi parandaluar disa prerje të paligjshme dhe do jemi në kontroll të vazhdueshëm në zonat malore në Pethin e Pogradecit. Hafeslari bën me dije se kontrollet jo vetëm do të jenë të përditshme, kryesisht në rrugët të cilat janë më të rrahura nga kontrabandistët, ashtu si bën edhe një apel për banorët e zonave që të njoftojnë për çdo mjet apo konstatim të prerjes së pyjeve. Ne do jemi vazhdimisht në kontroll. Ju lutem qytetarëve të na raportojnë për çdo rast, për çdo mjet që do konstatojnë apo prerje të paligjshme, ne do jemi aty. Për çdo rast të konstatimit të prerjes së paligjshme të pyjeve bashkëpunohet edhe me Policinë e Shtetit për të bërë të mundur kapjen dhe ndëshkimin e autorëve.